Vllaznimi 27, Bashkimi 33, rezultati pas 20 minutave të para, po I shohim edhe statistikat, një efikasitet I ullt nga loja të dyja skuadrave, 29% I vllazimit, 33 I Bashkimit. Në kërcime një dominim I lehtë I Bashkimit, në asistime I vllazimit. Po I shohim edhe dominimin, pikët e shënuara në zonën e lyer apo në drejt këndsh 14-10, dominim I vllazimit, sa I përket realizimit pas kërcimeve në sulm, second chance points 6-0, në anën tjetër, pra nga kundër sulmet, fast break points, po e shihni 5-0 Bashkimi, pra ishte një lojë e niveluar, ajo që vendosi dallimin mes 6 pikëve, distancën mes skuadrave për 6 pikëve ishin ato 2 treshet më shumë të realizuara në pjesën e parë, po e shohim pra edhe rezultate 16-14, 17-13 për Bashkimin, I fitoi të 2 çerekët e parë, në anën tjetër edhe kosha shënuesit më të mirë Arjan Azemi edhe një herë, lojtari më I mirë të vllazimit, në anën tjetër Wendell Green, padyshim se sonte handicap I madh për vllazimin është mungesa e Jerry Cole Hellemsit, lojtarit kryesor me mesatare për 19 pikëve, 7 kërcimeve, 3 asistimeve, një presje 5 topave të vjedhur pas suspendimit I cili ju bë pas duelit peja vllaznimi. Në anën tjetër të handicapuar janë edhe lojtarët e Bashkimit, në mungesë të Gjevoj McInnesit, qendrës dominuese, Gjevoj McInnes, I cili ka një mesatare, double mesatare për 12 pikëve, 10 kërcimeve, I cili e ka thyer dorën në javën e kaluar dhe do të jetë handicap I madh për portokallint. Po e shohim në ekranet e juaja Jerry Cole Hellemsin. Më falni, Gjevoj McInnes. Do të thënë se Bashkimi pati një start fantastik, 7-0 në ciklin e parë, starti historik, o pas në ciklin e dytë vjeshtor pati një krizë, 5 humbje dhe vetëm 2 fitore ndaj Borës dhe lokalit Prizrenas Proton Keblit, duke shkarkuar trenerin Radulović, e më pas me ardhjen e faktikisht 2 ndeshjet e para pas vitit të ri kundër Trepçës dhe vllaznimit I fitoi me Bledar Gjeqen, e më pas erdhi trajneri Sasha Jankovici dhe vazhdoi me 4 fitore e 2 humbje, në total 6-2 në këtë pranverë basketbolistike. Në anën tjetër vllaznimi pati një seri të mirë prej 4 fitoreve, 1 humbje, duke mposhtur edhe Trepçën, po pastaj me Sigal Prishtinën dhe Pen edhe 2 humbje të një pasnjëshme, 4-3 aktualisht. Williams deporton për mrekulli atje me një herë, mirë por nuk arrin të realizon nevrikosët atje. Sasha Jankovici nuk e përcollën dhe nuk shkuan në kërcim bashkëlojtarët e tij. Tentim për 3 piki Azemit nga këndi lufton Gjitobo lufton, opa, I ngath atje, e prek edhe për herë të dy dhe ja dërgon topin Zeqirit. Green deporton, blokohet nga Gjitobo dhe Green në tentim për të rimara top e dëbon jashtë fushës edhe një herë. Blokad, betej për çdo top sonte këtu në Shanin Ushi, loje bukur edhe pse jo shumë efikase, megjithatë lirish mund të konstatojmë se po zhvillohet betejë e madhe, ka është faul atje. Trey Anderson ndalet në mënyrë të palejuar nga Valion Bunjaku. Pikët e para I realizon Andersoni, ishte lirish mund të themi pak I heshtur në pjesën e parë, vetëm 6 pikë të tij, pse I pati 7 kërcime, ishte kjo pika e 8, ja edhe e 9 për të afruar rezultatin në 30-33. Driton Racin atje e pat, bën me duar, shkojmë.
Kopës tenton të ngulit atje. Shikoni shikimin e Kopësit. Dalet nga Trey Anderson me personale, kosh faul, edhe nga Eric Kopës. Anderson personalja e tij e dytë, ndërsa për Kopësin është kjo pika e 7, i ka dhe 6 kërcime, edhe 7 kërcimet, pra 2 shtatëshe të Kopësit. Pika e 8 e tij, për të rikthyer 6 pike përsi. Williams e përcjell Azemin në hap. Dueli Poloshka Green vazhdimisht sonte. Pick and roll atje. E kthen shpinën, nuk e përcjell Poloshkën si duhet Gjitobo, nuk është i vëmendshëm. Williams dhe Poloshka, pick and roll me Kopësin atje, një mismatch. Tani Gjitobo e pengon, tentim për 3 pik. Bonjaku me kërcim në sulm, nuk ka pik, mirë po Azemi është më i vëmendshmi, e merr edhe një kërcim i 6 i tij. 9 pike, 6 kërcime, 2 asistime nga Azemi. Gjitobo me pick and roll, topi shkon për koshin, lufte bukur, mbrojtje, anticipon atje, mirë po edhe topin e vjedh Don Poloshka. E ndihmon atje Wendell Green që të ngritet, topi i disputueshëm do të jetë për vllaznimin. Lufton atje, i vetë mohueshëm është Don Poloshka. Green hidhet për top, e kapin të dytë, topi disputueshëm, topi për vllaznimin. Katërmbëdhjetë sekonda duhen të jenë. Dhe kthehet 14 sekonda të kohës. Arian Azemi deporton deri në fund, bukur te Trey Anderson, e kthen topin, i cili realizon treshën për të afruar rezultatin në 33-36. Trey Anderson i nxehtë me 6 pikë eksprese në start, 12 pikë i pari të vllaznimi me pikë 2 shifrore, barazot me Wendell Green në anën tjetër, të dytë nga 12 pikë. Green, pikë Krishtaj, shkon me floater dhe faulohet nga Jason Gjitobo. Po, faul nga Jason Gjitobo. Shkjo personalja e tretë e Gjitobos, duhet të ketë kujdes trajneri Sharin, e ka dhe Anton Walkerin në bank. Ja, treshja e Trey Andersonit, asistim fantastik i Azemit, u fut deri në fund, ndoshta ka mundur edhe të shënoj vetë, mirë po e pa në kënd atje Trey Andersonin, është pozitë e Andersonit. Grini pa gabueshëm në pjesën e parë, 6-6, vazhdon me efikasitet perfekt nga vija gjuajtjeve të lira, 7-7. 33-37, 13 pikë të tij. Zdin të gaboj nga gjuajtjet e lira Wendell Green. Pika e tij e 14, 7 nga vija gjuajtjeve të lira. Pra, gjysmën e pikëve i realizon nga gjuajtjet e lira. Fakt 8-8, falni, më shumë se gjysmën. Azemi bën slalom ati koshi edhe njëherë në mënyrë identike. Arian Azemi bën slalom, asiston ati koshi, treshën e realizon, rezultatin në 36-38 e afron. Loj fenomenale, Dirk Williams atje për Eric Kopësin, i cili e kthen te Bunjaku, tenton për 3 pikë, nuk përgjigjet. Luft atje dhe i fundit me top luan Eric Kopës. E tani ndizet atmosfera në Shanin Ushi. Loj shumë intenzive e dyja skuadrave në start të çerekut të tretë. Lirish mund të themi në pjesën e parë loja ishte
e një intensiteti më të ulët me shumë gabime, jo efikasitet të duhur, mirë po tani në start të qerekut të tretë të dyja skuadrat më të gjalla. 36 me 38, 2 pike përsi për Bashkimin. Poloshka për Azemin, tenton për treshe, nuk realizon, e faul në sulm nga Atik Koshi. Kapiteni shkakton personalin e tij të dytë, ka 3 pikë, ka një treshe nga 4 tentime. Atik Koshi, miru vendos atje, e mbylli tabelën Bunjaku, dhe detyroi Koshin që të shkakton faul. Azemi me Wendell Greenin i pengon atje, mirë po bashkëtarët e tij ishin të heshtur nga plani i tretë atje, i heshtur vjen dhe e kap, realizon Lejson Zeshiri për 36 me 40. Askush nuk e kishte vëmendjen të Lejsoni, i cili erdhi nga prapa dhe realizoi për të rikthyer +4-shin. Poloshka e kthen te Azemi, Bunjaku dhe Azemi, loj 1-1, Azemi bën rolling, lufton, pivot, fantastik, si nga dora cakët e basketbollit, pivoti Azemit dhe afron në 38 me 40. Loj shumë më e bukur në pjesën e dytë e dyja skuadrave. Bunjaku i vetmuar, Lanson nuk realizon, Gjito Boj merr topin, Poloshka e ka në krahun e djathtë atje Azemin, dhe do të kemi inkuadrimin e Morinës dhe Smithit në loj. Azemi tenton, nuk realizon, më i larti në kërcim Williams, kundër sulmi shpejti Williamsit, i cili gabon në pasim atje, e pren Azemi, megjithatë do të jetë topi mbetet për edhe një herë. Shikoni lëvizje mashtruese, pivot, e nuk pati ndim atje, ka të drejt Valon Bunjaku që ankohet, sepse në ato raste duhet të dyfishohet, të mbyllet atje lojtari në anën e kundërt. Kops ishte në gjumë. Smith e nxjerr topin jashtë Morina, Azemi dhe Smith luftojnë, Smith me hap prapa atje, mbyllje e mirë e Koshit tani nga Atik Koshi dhe Walker, e pa se si e mbyllën Kopsin dhe e fituan këtë duel. Më pak se 5 minuta lojë në qerekun e tretë. Anderson, blok nga Poloshka për Andersonin, Poloshka dhe Anderson. Në vrikoset atje do Poloshka që nuk u kuptuan me Trey Andersonin. 4:35 dhe në fund Wendell Green, depërton, blokade Trey Anderson, Walker, ndalet atje Walkeri për Trey Andersonin. Atik Koshi thot shko te veni, shko poshtë. Koshi për Andersonin, i cili shkëputet dhe me treshe eri kthen e përsin e vllaznimit, i cili për 22 minuta loj nuk ishte e përsi. Pra pas asaj e përsis prej 12-10 në qerekun e parë. Në minutin e 5 të qerekut të parë, pas plot 20 minutave loj, ja tani me këte treshe Trey Anderson kalon në avantazh prej 41 me 40. Pas rezultatit 30 me 36, kemi një seri prej 11 me 4 në këto 3 minuta loj. Detyrohet trajneri Sasha Jankovic të kërkon time out. Trey Anderson i hatashëm shpërtheu në këtë qerek, 15 pikë, 8 kërcime dhe 2 asistime, e me rolin e koshashënuesit. Trey Anderson
e merr përgjegjësinë për të plotësuar edhe zbrastinë e krijuar me mungesën e Jerry Cole Hellemsit të suspenduar, lojtarit më të mirë të vllazërimit, i suspenduar për këtë duel. Zeqiri gabim në hapa atje. Nevri Kosët, Sasha Janković e heq setrën atje. Dueli i lojtarëve me fanellat me numër 1, dy njishet, Morina dhe Azemi. Anderson lufton atje me Smithin. Kërkon topin, dueli dy tresheve. Anderson, topi hyn e del, edhe përfundon në duart të Smithit. Kundërsulmi shpejt Max Smith te Williams, i cili e hedh topin atje te Jason Zeqiri, i cili e huq këtë tentim për 3 pikë. Dhe tani të gjithë janë në këmbë. Janë duke ndjerë publiku gjakovar se ka nevojë për përkraje skuadra e tyre zemrës. Poloshka përballë Williams. Depërton atje, dribling prapa shpinës, edhe një, ka vetëm edhe 5 sekunda. Anderson nga një pozitë e vështirë atje. Aj. Treshe dhe faul, erupcion në Shanin Ushi. Ja dhe Hashim Raci atje, Jerry Cole Hellems zohët në munges e përkras skuadrën e tij edhe njëherë. Dueli dy tresheve, kontakt atje, shkakton personale. Max Smith ndaj Trey Andersonit, i cili shpërtheu në qerekun e tretë. 44 me 40. Vazhdon seria 14 me 4 plus një gjuajtje e lirë, e huq, mbetët 4 pike përsia më e lartë deri tash e vllazërimit. Altin Morina me treshe, tenton, nuk realizon. Anderson, kundër sulmi shpejti Andersonit. E ruan topin, Poloshka nuk gjuan për 3 pika. Azemi e bën këte dhe huq. Bi Zekiqin tentoj, por nuk realizoj. Max Smith e thre koridorin e hapur atje dhe personale është kjo. Dalet në mënyrë të paljuar. Si e po, koridorin e lirë. Unë nisë si raket atje, unë dal nga Arjan Azemi me faul. Max Smith e kërkon topin. Është i rrezikshëm nga ato pozita. Mbrojtje zonale tani e vllazërimit. Eric Williams, por mrekulli, bloki Lejson Zeqirit i krijon hapësirë. Williams deporton dhe rezultatin në 44 me 42 afron edhe 2:22 deri në fund të qerekut tretë. Azemi i tregon atje Bokerit që t'i bën blok Toshit, dërsa Lejson Zeqiri shkakton personale. Kjo personalja e tretë e Zeqirit. Timeout ka kërkuar Sasha Janković. Faktum falni, Jeronimo Sharin ka kërkuar timeout për t'i qetësuar lojtarët e tij dhe për të organizuar sulmin kur kanë mbetur edhe 2 minuta 13 sekonda lojë deri në fund qerekut tretë, ku vllazëmi shpërtheu dhe atë duke i falenderuar Trey Andersonit. Fenomenal ishte Trey Anderson, i cili e nishti me 3 pik me atë kosh faullin e tij. Më pas erdhi treshja e Trey Andersonit, i cili vazhdoi me edhe 2 tjera, pra 3 treshe të Trey Andersonit dhe loja për 3 pik, 2+1, 12 pik të Trey Andersonit në këtë qerek nga 17 pik sa i ka realizuar vllazënimi. Me të vërtet një shpërthim i hatashëm i tij, 6 pik gjatë tërë pjesës së parë, ndërsa në qerekun e tretë
shpërtheu është pranë double-doublit. Trey Anderson 18 pikë, 9 kërcime dhe 2 asistime, pa dhe nga një top të vjedhur e një blokad. Azemi për Andersonin. Përsëri dueli i dy nisheve, Morinës dhe Azemi. Sa bukur atje e shet të vetmuar Azemi koshin, i cili tenton, nuk realizon, nuk shkon deri në fund. Nevri Kosët atje sharin pse nuk shkoj deri në fund, por u ndal dhe u kthye prapa. Morina, luftë Sinanit me Zeqirin, për mrekulli i shmangët blokadës atje dhe e barazon rezultatin në 4-4 me 44. Çfarë loje e shkëlqyeshme dyja skuadrave në çerekun e tretë. E kjo është basketbol dhe po shohim edhe mbrojtje të forta, edhe beteja, edhe duele. Azemi, topi hyn e del. Ofshamat e publikut. Fat për mysafirët. Smith, tani Zeqiri përballë ka Sinanin. Morina, një mismatch atje tani Azemi me Zeqirin. Morina mbetet i vetmuar te Samir Zekiqi. Shënimin nuk do të pranohej. Arian Azemi ka shkaktuar foul. Është kjo personalja e tretë. Kops do të inkuadrohet në lojë, largohet nga Samir Zekiqi, largohet nga loja. Në vijën e gjuajtjeve të lira do të jetë Zeqiri. 7 pikë të tij. Pera parë që gjendet në vijën e gjuajtjeve të lira realizon. Pika e tij e 8 sonte për të rikthyer e përsin, pra pas atij rezultati prej 44 me 40, realizon të dy gjuajtjet e lira për një mini seri prej 0-6 dhe rikthen e përsin të bashkimi. Sinani për Trey Andersonin, Williams për Sinanin, Gjitobo për Sinanin i cili depërton. Nuk kërkon rishikimin e situatës atje Zeqiri. Nuk është i sigurt nëse ka luajtur i fundit apo jo. Azemi largohet nga loja. Në lojë rikthehet Polloshka, 11 pikë, 6 kërcime, 4 asistime nga Azemi, cili ka 3 faulla dhe duhet të pushoj. Edhe 2 sekonda ka për këtë sulm. Kërkon vëmendje trajneri Sharin. Ka një pozitë e vështirë atje. Anderson por e kap atje për mrekulli dhe shënimi pranohet. Ishte në trajektore të rënjes. Trajneri Jankovic i qetëson edhe thot po ishte në trajektore të rënjes dhe mos bëni zhurmë. Rezultati barazohet 46 me 46, 30 sekonda deri në fund të çerekut të tretë, çdo gjë e niveluar. Williams, Lanson nuk qëllon Gjitobo më i larti në kërcim. E sulmi deri në fund do të jetë i vllaznemit, të shohim. Polloshka e ka topin. Do të jetë kjo betejë top për top. 12 deri në fund. Polloshka, Gjitobo i vjen në blok, pick and roll, shkon te Trey Anderson i cili depërton, e kthen topin te Walker, te Polloshka, me tabel gjuan dhe nuk realizon. Rezultati mbetet i barabart, 46 me 46, pas 30 minutave loj, 0-0, po ja nisim prej fillimit. Definitivisht figur kryesore në çerekun e tretë ishte Trey Anderson i cili shpërtheu me 12 pikë të tij, 3 treshe dhe një lojë, 2+1 kosh foul nga Trey Anderson. I hatashëm ishte në pra këtë double-doublit. E kemi Andersonin, 18 pikë, 9 kërcime. Ka shtuar edhe Anderson. Kjo është e treshja me cilën e filloi nga këndi, pastaj edhe blokada.
Treshja mbi Lejson Zeqirin, e dyta rresht. Me të vërtet i hatashëm, e më pas edhe kosh faulli, Treshja me faul në duel direkt me Max Smithin. Trey Anderson, i cili pra u bë lider i skuadrës dhe mori rolin e udhëheqit ekipit në mungesë të Jerry Cole Helmsit, i cili pra në prag të kësaj ndeshje u suspendua për shkak të ofendimit dhe prekjes referit Genz Vitaku me dorë në pas përfundimit të ndeshjes. Peja Vllaznimi për shkak u suspendua me një ndeshje mos loj. Në anën tjetër thash edhe McInnes, i cili e theu dorën, sonte i mungon bashkimit, dy lojtarët kryesor të skuadrës, po i shohim edhe duelin direkt mes të dy lojtarëve më të mirë të skuadrave, Andersonit dhe Greenit, 18 me 14 pikë. Po i shohim 3 treshe të Trey Andersonit, 2 të Wendell Greenit, të dyjat në çerekun e parë. Pra Wendell Green i heshtur në pjesën e dytë. Wendell Green 14 pikë i kishte realizuar në pjesën e parë. Wendell Green mbeti me ato pikë. Tani në çerekun e katërt trajneri Jankovic pret rendiment nga ai. Smith bukur atje depërton dhe ndalet në mënyrë të palejuar. Lojtari me numër 15, Arbër Sinani, ka shkaktuar faul. Do të jenë dy gjuajtje të lira për Max Smithin. I heshtur sonte vetëm 2 pikë nga Max Smith. Topi hamendet atë hyn apo të mos hyn. Realizon atje Max Smith, cili ishte një prej lojtarëve kryesor të bashkimit në Vjesht, në pranver dysh më i heshtur. Ka një efikasitet prej 70% nga vija gjuajtjeve të lira. Topi do të jetë për Vllaznimin. 46 me 47. Mbrojtje e mire Max Smithit atje, pick and roll po kërkon Poloshka, por nuk po i vjen Anderson me Gjito Bon. Luan me kthim atje Gjito Bo. Gabim në hapa ka shkaktuar Jason Gjito Bo. Mbrojtje e mirë, u dyfishua atje nga Kopes dhe Zeqiri. E ndroi këmbën e qëndrimit Jason Gjito Bo dhe shkaktoi gabim në hapa. Mbrojtje e mire Prizrenasve. Portokallezint kanë e përsi minimale prej 46 me 47. Pick and roll Kopes për Greenin. Mbrojtje e mire Andersonit. Kopes e bën blokun atje mirë për Greenin, i cili tenton, Lanson nuk qëllon dhe Poloshka më i larti në kërcim atje. Arbër Sinani don me shku me ngulit atje, por e huq kundër sulmi shpejt Altin Morina te Smithi, i cili ndalet me faul nga Trey Andersoni. Personalja e tret e Trey Andersonit te Vllaznimi. Nga 3 faula janë ngarkuar Azemi, Gjito Bo dhe tani Trey Anderson. Në anën tjetër vetëm Lejson Zeqiri ka 3. Smith për Greenin. Poloshka shpan Greenit. Green dhe Poloshka luftojnë. Green dhe Poloshka. Green atje mbi të gjithë gjuan, nuk realizon. Poloshka kundër sulmi shpejt atje ndalet. Bukur për Sinanin, i cili e shpëton këtë top për Gjito Bo. Gjito Bo lufton me Kopsin. Green e shpëton këtë top kundër sulmi shpejt. Smith për Altin Morinën, i cili realizon në kundër sulm për 46 me 49. Dhe tani 2 gabime të një pasishme nga situata ku është dashur të jenë të qetë dhe të vëmendshëm lojtarët e Vllaznimit, ti mundson një kundër sulm të shpejt. Mbrojtje shumë e mire bashkimit në këto çaste, e cila kulminoi me kundër sulm të shpejt.
Arjan Azemi do të kthehet në lojë Albër Sinani. Largohet nga loja. Ka 3 personale Azemi. Lojtari i dytë më efikas tek vllazimi me 11 pikë pas Andersonit. Poloshka tenton për treshe, nuk ka shënim. Morina më i larti në kërcim, Smith kundër sulmi shpejt. Ka luajtur i fundit atje me top Max Smith apo Zeqiri. Mbrojtje e mire Azemit në kundër sulmi, edhe pse situata ishte 2-1 për Prizrenasit. Azemi organizon sulmin përballë ka Altin Morinën. Ja dorëzon topin Poloshkës, tentim për 3 pikë, jo. Katërmbëdhjetë sekonda, lojë me këmbë atje tregon referi Gjeković. (46 me 49) mbetët 3 pike përsi për Bashkimin. Azemi kërkon Poloshkën te Gjitobo, luft atje, Gjitobo lufton, blokade Erik Kopsit i cili ja teron. Ska kalim me të vërtet sonte, Erik Kops po lufton me mishe, me shpirt për të plotësuar edhe mungesën e Gjevoj McKennessit. Kopsi i cili si vjetu kthye te Bashkimi, pasi kishte luajtur edhe edicionin e kaluar. Shkoi në Izrael, por u kthye te Bashkimi. Poloshka ulet për të pushuar. Kthehet në lojë Koshi. Ka skaduar koha, kishin shumë pak kohë për këtë sulm. Betët 46 me 49. Protestuan e sfiduan vendimin, duke menduar se treshja duhet të pranohet pasi nuk ishte skaduar sulmi, mirë po pa që në momentin që preki topin me dorë, undes drita e kuqe, Smith atje rëshqiti, vazhdon sulmi, Jason Zeqiri vetmuar mbi Andersonin atje, lanson dhe realizon mbi Trey Andersonin, 12 pikë tani afrohet Greenit i cili ka 14 treshja e dytë nga 5 tentime Lejsonit i cili e rikthen 6 pike përsi. Azemi, lëvizje mashtruese ti depërton derën në fund dhe për herë të dytë Erik Kops topin i cili ishte në trajektore të rënjës nuk e lejon të futet në kosh. 48 me 52. Edhe njëherë, topi ishte në rënjesi për pikë për Azemin, 13 pikë të ti, edhe 6 minuta gjysmë deri në fund të kësaj ndeshje dramatike dhe të niveluar plotësisht. Kops me Horok, mbi Jason Gjitobo në rikthen plus 6, 48 me 54. Personale e Altin Morinës edhe njerë të shofim.
Azemi dhe Morina. Kërkon atje kontakt vazhdimisht Azemi me Altin Morinën. Thash duele të nxehta mes këtyre dy lojtarëve me numër 1, ja dhe dy lojtarët me numër 11, edhe dy treshe me të vërtet tre lojtarë me fanella identike. Opala! Për herë të dytë në çastet kur po thyet rezultati, po del në skenë ai në cilin askush nuk po llogarit. Anton Walker me treshet e tij. E afron në 51-54, Green përballë ka Koshin. Dueli i dy 11-shë vjen deri te një mismatch tani atje Smith për Eric Copsin, lufton. Tenton me bloku Gjitobo, lufton dhe i fundit me top luan Jason Gjitobo. Do të ishte sfidë gabuar. Ja, atje Dorant Hana thot jo. Edhe trajneri Sharin thonë se i fundit ka luajtur Gjitobo dhe mire kanë fa nuk e sfidojnë këte vendimin drejt. Edhe 14 sekonda, Smith pranë tij është Anton Walker, luan mbrojtje agresive, mirë po tepër agresive atje sepse mbajti edhe me dorë dhe shkaktoi faul, do të kthehet në lojë Bunjaku. Edhe një herë treshja e Walker, edhe gëzimi i Jericho Hellemsit, i cili s'po e zë vendi vend. Do të kishte qejf të ishte sonte në parket. 51-54, 5 minuta lojë deri në fund të ndeshjes. Wendell Green e huq është atje pranë Poloshkës, i cili e kontrollon topin për mrekulli. Kërkon t'ja dorëzoj topin Arjan Azemit, e bën këte Azemi, depërton deri në fund. Dalët, ka dhe 7 sekonda për këte sulm, mismatch atje. Gjitobo drejtë në duart të Lejson Zeqirit, gabon kundër sulm. Zeqiri mbetet i vetmuar në anën tjetër të Smithi. Kops atje lufton dhe për mrekulli Smith asiston, Kops realizon për 51-56. 4 minuta e 36 deri në fund, plus 5 për bashkimin. Në thellësi Gjitobo blokohet nga Eric Kops. Williams ndrim protestojnë atje, thonë se i fundit kishte luajtur Azemi dhe po mduket që me kokë i fundit ka luajtur Azemi, me sa arrita të shoh. Megjithatë topi për vllaznimin, nuk ka rishikim të situatës. Poloshka nuk ka pick and roll të mirë nga Walker për te. Anderson dhe Zeqiri, dueli 1-1. Anderson tenton, nuk realizon. Walker lufton e kap këtë top Azemi. Pick and roll, Walker nuk shkon deri në fund, kthehet prapa. Pick and roll për Andersonin dhe faul është ky i kujt? Lojtarit me numër 7, Eric Kops. Personalja vetëm e dytë e Eric Kopsit, i cili ka 12 pike, 7 kërcime, me të vërtet luftoi sonte si luan Eric Kops. Anderson deporton nga ana e kundërt e tabelës. Gjuan nuk realizon, kërkon faul atje Anderson. Zeqiri derisa ishte në tokë Anderson, Zeqiri nuk e shfrytzoi atje rastin për të shkuar deri në fund, e bën këtë Wendell Green, i cili ndalet në mënyrë të palejuar nga Anderson dhe nëse nuk gaboj, kjo është personalja e 4-3 e Andersonit. Po, personalja e 4 dhe Anderson është lojtari i pari i cili rrezikon përfundimin e ndeshjes para kohe. Lojtari kryesor i vllaznimit deri tash me 18 pike, 10 kërcime, double të tij. Trey Anderson, anën tjetër, lojë të shkëlqyeshme. 3 lojtarë të bashkimit. Green me tashmë 15 pikë.
i hatashëm është Wendell Green. 9-9 nga vija gjuajtjeve të lira. E të shofim nëse do të bëj 10-10 nga penalet. Po, i pagabueshëm. Fantastik është Wendell Green. 16 pikë të ti, 10 nga vija gjuajtjeve të lira. Është fauluar 6 herë sonte. Walker, depërto, qfar blokade e Eric Copesit, si me magnet, thot, jo, zotni, këtu s'mund të kalësh. Për shëndetet atje me ngadhim Shabanin, Eric Copes, me të vërtet sonte mbrojtje të hatashme ka luajtur Eric Copes, është kjo blokada e 4 e Eric Copesit. 3 minuta e 35 deri në fund, 7 pike përsia maksimale të cilën e pati Bashkimi në lojë sonte. Don Poloshka e humb këtë top, Zeqiria vjedh kundër sulmi shpejt, Williams për Bunjakun, kërkon Sasha Jankovic që të ngadalsojnë lojën, të kenë durim në organizimin e sulmit. Zeqiri dhe Koshi, dy fishohet, Copes atje lufton dhe realizon për 51-60. E kjo është shepërsia më e lartë prej plus 9 të cilën e ka Bashkimi në finish të ndeshjes. Ariana Zemi për Trey Andersonin, lanson dhe treshën e qëllon. Trey Anderson, treshja e 4 të ti nga 6 centime për të afru në 53-60. Dramarin maksimumin. Green për ball e ka Walkerin. Green dhe Walker. Green depërton dhe Walker e blokon. Azemi për Walkerin nuk zhuan kësaj radhe për 3 pikë. Dhe në anën tjetër, ati Koshi kërkon atje që të përbirohet e pret Andersonin në kënd atje. Ne vrikosët trajneri Sharin. Time out. Kërkon Jeronimo Sharin. Edhe njëherë treshja e Eric Copesit është Trey Andersonit. Ishte kjo treshja e 4 të ti. 21 pike, 10 kërcime, double nga Trey Anderson. Në anën tjetër, më efikasi Wendell Green, 16 pikë të ti, ka dhe 5 asistime. Por ajo që është karakteristike Wendell Greenit është efikasiteti perfekt nga vija gjuajtjeve të lira. 10 gjuajtje të lira, të gjitha të 10 të sakta, i hatashëm. Lojë të shkëlqyeshme po bën edhe Eric Copes me 14 pike, 8 kërcime dhe 4 blokada, si dhe Lejson Zeqiri, cili u zgjua në pjesën e dytë, 2 treshe i realizoi, 12 pike, 4 kërcime. Në anën tjetër të vetmit me pikë 2 shifrore, pra përveç Andersonit është edhe Ariana Zemi me 13 pikë, 7 kërcime, 5 asistime. Jason Gjitobo i ka 3 shtatëshe, 7 pikë, 7 kërcime dhe 7 topa të humbur. Pra nga 12 topa të humbur të komplet skuadrës vllaznimit, 7 i ka humbur Jason Gjitobo. Sonte nga pozitat nën kosh i huqi 5 centime të lehta. Walker për Koshin, pranë tij është Williams. Ariana Zemi e pranon nga Koshi, tenton, nuk realizon. Mirë po Anderson kërcen. Walker tenton, nuk realizon. Edhe një herë atje hidhet në parket. Luftarak është atje Don Poloshka. Mirë po topi do të jetë për Bashkimin, i cili ka 6 pike përsi. Green. Luft atje mes Koshit dhe Bunjakut. 2
Ndryshimi Bunjakut nga Poloshka dhe Walker i vetmuar në kënd. Lejson Zeqiri lanson dhe treshën shumë të rëndësishme e realizon për 54 me 63 e rikthene përsim prej 9 pikëve. Poloshka për Arjan Azemin, 90 sekundat e fundit Azemi për Poloshkën, depërton atje për Azemin, Anderson i vetmuar tenton për 3 pikë dhe në treshe përgjigjet me treshe. Qfar loja adhurues të basketbollit, 57 me 63 në momentin kur u relaksuan paksa me atë treshën e Lejson Zeqirit. Ishte treshja e trete Lejsonit dhe pika ti e 15. Në anën tjetër erdhi përgjigja nga Trey Anderson, 24 pikë të ti. Treshja e 5. Time out kërkoj me njëherë trajneri Jankovic. Drame madhe po zhvillohet edhe në Theranda adhurues të basketbollit, edhe atje 1 minut para se të përfundojë ndeshja. Ylli ka 5 pikë përsi ndaj Trepçës, 76 me 71. Edhe njëherë Trey Anderson në asistim të Arjan Azemit. Shtat kërcime, 6 asistime nga Arjan Azemi, cili ka 13 pikë ja këtu. Lejsoni 15 pikë të realizuara prej tyre 3 treshe, e në anën tjetër 24 pikë të Andersonit, i cili ka 5 treshe nga 7 tentime. Me të vërtet ishte snajperist i hatashëm sonte. Azemi dhe Green. Azemi tenton t'ja vjedh Greenit. 2 fishot atje. Williams depërton te kopsi e pason. Nuk shënon, por Lejson Zeqiri vendimtar me kërcim në sulm dhe realizim. 57 me 65 plus 8 Arjan Azemi. Williams është pranë ti në thellësi. Anderson. Aj, në rikverc atje realizon Trey Anderson. 26 pikë të ti. Plus 6 për bashkimin, 46 sekonda deri në fund. Green dhe Poloshka shkojnë me sulm të gjatë. Lojtarët mysafir, Green dhe Poloshka. Edhe 6 sekonda. Walker depërton atje Williams dhe vjedh këtë top koshi. Aj, gabon atje. Topin e vjedhur e huq dhe personale e Don Poloshkës. E tani kemi hedhjet Gjith Sandeve në parket. Dhe referët ndërpren lojën. Wendell Green do t'i ketë 2 gjuajtje të lira. 100% i sakt sonte. 11 Wendell Green i pagabueshëm, 17 pikë të Greenit. 11 nga vija gjuajtjeve të lira sonte. Me të vërtet 7 faulla janë bërë ndaj tij. Realizon edhe gjuajtjen e lirë të 12 nga 12 tentime, 12 gjuajtje të lira të realizuara për 59 me 66. Time out ka kërkuar Jeronimo Sharin. 59 me 67.
Pika e 18 e Wendell Greenit, 12-12 nga vija gjuajtjeve të lira, ndërsa vendimtar lirisht mund të themi adhurues të basketbollit në këtë çerek të katërt ishte Lejson Zeqiri me treshët e tij, sidomos me atë kërcimin dhe shënimin në sulm 2 herë në fakt kur u përvoll 17 pik 5 kërcime. Edhe 2 topa të vjedhur nga Zeqiri, në anën tjetër pra edhe Wendell Green edhe Zeqiri ka nga 17 pik, 14 i ka Eric Copes, i cili u mundua që ta zëvendësoj dhe plotësoj mungesën e Gjevoj McKinnisit, të lënduar me dorë të thyer dhe i cili do të mungoj për 6 javë. Anderson me këtë shënim, dhe thash parës në rikvers të shofim, ka dhe 21 sekonda loj, 8 pike përsi për Bashkimin. Azemi për ballë ka Williamson. Azemi do të tentoj për 3 pik, Samir Zekiqi nuk e lejon hapsin. Mbrojtje e fort atje, Zekiqi shkakton personale. Tani e kanë plotësuar bonusin. Edhe 15 sekonda deri në fund të duelit. Bashkimi është në prag të fitores, ndërsa Golden Eagle Ylli po udhëheq me 10 pike përsi në ndeshjen tjetër dhe sipas gjitha gjasave Bashkimi do të ruaj për pak atje tentim për 3 pik, 3 gjuajtje të lira për Trey Andersonin. 82-74 ka përfunduar dueli në Therand. Do të rishikohet situata edhe një herë, ky faulli i fundit. U rishikuar rastin nëse ishte për 2 apo 3 pik. Do të jenë 3 gjuajtje të lira për Trey Andersonin. Pika 27 e Trey Andersonit, i cili pati një shfaqje të mrekullueshme, mirë po vetëm sonte nuk arriti të bëj më tepër. 27 pik, 11 kërcime të Trey Andersonit, 5 treshe nga 7 tentime, me të vërtet ishte i mrekullueshëm. 28 pik të tij, timeout ka kërkuar kësaj radhe trajneri Jankovic. 61 me 67, ndërsa kanë mbetur edhe 8 sekonda loj. Adhurues të basketbollit, atë që paralajmërova në fillim, me të vërtet do të jetë shumë nxehtë. Ja pra, pas disfatës të cilën e përjetoi Trepça kundër Golden Eagle Yllit në Therand. Tani Sigal Prishtina dhe Trepça barazohen me fitore humbje nga 15 fitore 8 humbje, ndërsa Bashkimi do të shpërthen në pozitën e parë me 16 fitore e 7 humbje, pra do të jetë lider pas 23 gjirove, Pea në pozitën e 4 me 12 fitore e 11 humbje, ndërsa Vllaznimi do të mbetet në pozitën e 5 me 11 fitore e 12 humbje. Golden Eagle Ylli tashmë ka realizuar edhe fitoren e 10 dhe e forcon pra pozitën e 6, shfrytëzon gabimin të cilin brëm kundër Sigal Prishtinës e bëri Bora. 8 sekondat e fundit, Max Smith, Walker shkakton faul. Do të jenë 2 gjuajtje të lira ndaj për Max Smithin. Max Smith, i cili ka një efikasitet prej 70%, sonte Max Smith në pjesën e parë gjuajtje 2-1. E Huq, Ariana Zemi,
4 sekonda deri në fund. Dhe ndeshja mbyllet 61-67, fitore e skuadrës së Bashkimit, e cila kështu e merr kreun e tabelës. Dje Pea fitoi 98-79, Sigal Prishtina 72-67, ndërsa sonte pra Golden Eagle Ylli fitoi me rezultat 82-74 në Theran, dhe Bashkimi me rezultat 67-61. Definitivisht treshja cila udhëhoqi Bashkimin sonte ishte Wendell Green me 18 pikë, duke shënuar 12 gjuajtje të lira nga 12 tentime, 17 pikë Lejson Zeqiri, cili ishte vendimtar në qerekun e 4 me lojën e tij treshe dhe ato kërcimet në sulm dhe shënime, dhe Eric Kops. Shumë shpejt do të jemi me intervistat e dy trajnerëve. Coach, very tough game. You entered the fourth quarter equal 46-46, and then something happened in the fourth quarter. What happened? What did you do in the fourth quarter to win the game? We showed the character. How you know, we stay with our first center, McInnes, on a long time, and we only have one center, Eric, who played great today, defensively and offensively. And after that injury, we didn't have so much time to change some defense, but these 2-3 days we work hard. Guys listen to me, and we stick together. We know it's a hard game here to play. They're a really good team, especially in front of this crowd. But we stick together, we show character, we didn't fall down, and I think that we win deserved. Thank you. Thank you very much. Pra, I pyetur se në qerekun e 4 kanë hyrë me rezultat të barabartë 46-46, çka kanë bërë dhe pse kanë fituar ndeshjen? Trajneri Sasha Jankovic tha se kemi treguar karakterin, kemi luftuar dhe sidomos ishim në mungesë të qendrës kryesore McInnesit, i cili e theu dorën, u lëndua dhe do të mungoj për një kohë të gjatë, ndërsa tha se Eric Kops sonte ishte i jashtëzakonshëm, luftoi në mënyrë fenomenale dhe e plotsoi atë hapësirën, zbrastirën e krijuar me mungesën e Gjevoj McInnesit. Tha me vërtet I uroj djelmoshat e tij për arsye se tha është shumë vështirë të luash kundër vllazimit, një skuadër shumë të fortë dhe të mirë, sidomos në këtë palestër të nxehtë. Këto ishin fjalët e trajnerit Sasha Jankovic, dhe Bashkimi sonte me këtë fitore dhe humbjen e Trepçës e merr leadershipin tani. Pranesh do të jetë edhe trajneri Jeronimo Sharin. Coach, you entered the fourth quarter with an equal result, 46-46, and then something happened. You didn't have the gas and the force to win this game. What happened? What went wrong in the fourth quarter? I mean, simple. You know, we got a really short roster. Just like 4 Americans, domestic player, also less than anybody else, and when you're missing the, let's say, most valuable player of the league, it's very hard to win the game against Bashkimi, who is
pretended for the first two positions. On the end, they won. We missed like a lot of easy things, but it's like, you know, it's normal because some of the players, their roles are totally different, and then when they need to be the main player, it's very hard to cover this 20-25 points of Jerry and rebounds and assists. If we got him here today, we will win the game. But it is what it is. God sees everything, and I hope whatever happened today, that somebody from above see that, and on the end, everything will be clear to everybody. Thank you very much. You're welcome. Trajneri Jeronimo Sharin është shumë i dëshpëruar, i pyetur se hyn çerekun e fundit me rezultat barabartë dhe çka shkoi keq. Tha kemi bërë shumë gabime të lehta, kemi pas shumë huqe dhe sidomos tha kjo erdhi si pasojë një rosteri të shkurt, një skuadre përbërje të shkurtër, mungese të lojtarit kryesor, sidomos të lojtarit kryesor Jerry Cole Helms. Tha është dashur që t'i ndroj vendet në moment të fundit, vendet e lojtarëve. Është dashur që t'ju ndroj pozitat lojtarëve sonte. Është vështirë që të plotësosh mesatarën për 25 pikëve të Jerry Cole Helmsit, njërit prej lojtarëve më të mirë dhe pretendentëve për MVP të ligës. Kërcimet e tij dhe kur një gjë e tillë, pra një lojtar i tillë të mungon, atëherë edhe humbja kundër një skuadre e cila është kualitative dhe pretendente për 2 top pozitat e para sikurse Bashkimi, atëherë humbja është e pashmangshme. Tha po ta kishim Jerry Cole Helmsin sonte, sigurisht se do ta fitonim këtë ndeshje, po ashtu e tha në fund një fjali të çuditshme e cila lë pikpyetje. Tha shpresoj që dikush nga lart e ka parë se çka ka ndodhur sonte në këtë palestër dhe do të ndërmerr masa sepse çdo gjë është e qartë. Sidoqoftë, pra fitore e Bashkimit, humbja e Trepshës, fitore e Prishtinës, me të vërtetë e bën hallakam pozitën në 3 pozitat e para. Për pozitën e 4 tani kemi një qartësi, PEA i ka tashmë përparësim prej një fitore ndaj Avllaznimit, ndërsa Golden Eagle Lulli me fitore ndaj Trepshës e ka fortifikuar pozitën e 6 dhe pak a shumë, pra ka filluar të jep një qartësim sa i përket 6 skuadrave të cilat do të futen në play-off, megjithatë ka shumë për të luajtur. Bora dhe Proton Cable Prizreni pra mbetën në 2 pozitat e fundit, ndërsa krejt për fund t'ju them se nesër mysafir në asist do të jetë kryetari i Federatës së Basketbollit Kosovës Arben Fetahu, me cilin do të diskutojmë tema të nxehta, referimin, reprezentacionin e Kosovës, mirë po edhe një temë shumë interesante, idenë për zgjërimin e ligës vitin e ardhshëm, ide e cila është dhënë në 10 skuadra. Gjitha këto, pra nesër me fillim nga ora 19:30 në Sport 1 në Art Motion dhe natyrisht pas edicionit special në Klan Kosova. Nga unë Agon Femiu dhe ekipi realizuesi i Oksigjenit, kaq për sonte nga Shani Nushi në Gjakovë.